Këto atentate janë të parashikueshme ose të parandalueshme, e para, e dyta. Në rastin e atentatit dytë, i cili ka dy teza, që ka lidhje me të parën, teza tjetër që s'ka lidhje me të parën, por është përdorur lidhja si depistim, domthonjë që një legjend për të mos kuptuar objektivin e vërtet të atentatit dytë, që prap ka patur ngatrim. Tani jemi ne akoma në fazën që dhejmë gjoba dhe tentojmë të vrasim fëmijë biznesmenësh të mëdhenj, pra është kjo një gjë, duke si një periudhë e mbyllur e historisë krimit shqiptare. Më jep një vizatim analitik të lutem. Në lidhje me parandalimin. Në lidhje me parandalimin e këtyre veprave penale, ne shohim kohët e fundit kemi një përhapje të madhe, domethënë që personat duan të marrin hak ndaj hasmit, si thonë, dhe gjithmonë kemi pasoja të personave tretë që s'kan lidhje me ngjarjen. Kemi një ngjarje në Don Boso që është vrarë një grua, që s'kishte lidhje fare që i çote kafet personave. Kemi dy persona, dy me motor të ngjarje e Shkodrës. Kemi edhe këtu që për mendimin tim të atentati i dytë, kemi të bëjmë me një ngatrim objektivi. Sepse edhe sikur të kishin hasmëri me babain e tyre, ose të kishin çfarë do lloj gjëje të kishin, nuk ma do menja të paktën në çfarë do lloj niveli janë krimi shqiptar që të merren me fëmijë 11 vjeç. Domethënë që t'i bëjnë atentat fëmijës 11 vjeç. Po pa shënjesë të gabuar ajo. Ajo është shënjesë të gabuar. Është shënjesë të gabuar dhe mendimi çdo kriminal shqiptar, sado i ashpër të jetë, sado asmëri të ketë me fëmijë 11 vjeç nuk do merr. Dhe mendoj të rasti dytë kemi të bëjmë me një gabim objektivi. Edhe benci klasit G që kanë qenë, domethënë, i kanë shumë benca të tillë në Tiranë, edhe që thanë dhe parafolësit në zonën e Lundrës. Në zonën e Lundrës dhe aty normal që edhe mund të ngatrohet. Edhe natësh ato gjithë janë me xhama të zi, se benci G për kuriozitet bëhet në Austri, bëhet në Gjermani. Edhe është një makinë luksoze, kryesisht janë 8 pistonça, edhe zhurmën e gazit e gjitha e kanë njësoj, pra janë pak a shumë, janë shumë të fuqishme, janë 5 mish. Dhe mendoj që rasti dytë kemi të bëjmë me një ngatrim. Tash lidhet me parandalimin, theksojmë, domethënë këtu duhet të ndalojmë pak. Tani te parandalimi neve policia e shtetit dhe duhet bëj një ndryshim total të mënyrës kontrollimit të territorit në Republikën e Shqipërisë. Domethënë nuk është se për punë propagande, nuk ka lidhje propaganda ose për me shah një parti apo një parti tjetër. Duhet ndryshoj mënyrën e kontrollimit të territorit të shtetit. Duhet ketë domethënë numër më të madh kamerash nëpër kryqëzime, duhet ketë salla operative, pra sot është si një video game që ti e shef se ku është ai dhe raporton salla, kemi kohë që nuk shohim në ngjarje të tilla që policia ka ndjek autorin. Kemi, domethënë, kemi thuajse zero, gjithë autorët kanë ik, janë e njëjti mekanizëm ikën, pra ke pani 20 vjet, nuk kemi një rast që policia ka ndjek. Edhe kur ka qenë një rast, ka po sikur s'ka pa dhe ka ik. Falsë të ndërpres, natën e ngjarjes në Lundër, policia nuk po gjen dot vendin e ngjarjes. Nuk e di nuk ishte vendi i ngjarjes. Në orën 11 ka gjetë vendin e ngjarjes. Gjoba mund vetë, por nuk bëhet ky lloj atentati. Jo, gjoba mund kemi, po ky si mund vjet një gjobë tillë se dikush nuk vritet. Tani edhe te gjobat ka tjetër. Po një gjobë pa paguar një akmarrje atë si bie. Jo, nuk shkon deri në vrasjen e fëmijës. Shkon deri vrasjes së fëmijës dhe atentati. Po atë pse u hoq kjo pistë? Për të difamuar biznesmenin. Kjo pistë, domethënë, për dëmtuar. Një gazetar i Zotit dhe një jurist i Zotit, kjo është një version hetimor. S'mund bi pedante një version hetimor.